Vjem të jemi në transmetim të drejt për drejt me Xenin, I cili po na tregonte për projektin e tij të fundit dhe u ndalëm pikërisht tek ai momenti se kujt ja tregon ato projektet e para, kush është I pari që I dëgjon? Është Korabi që të jep ato projektet e para? Po, normalisht familja kanë qenë gjithmonë të parë, përveç pjesëtarëve të orkestrit edhe bashkëpunëtorëve që kemi qenë. Edhe sidomos kur kanë qenë më të vegjël, Korabi, Dona dhe shoqënia aty në fëmijët e vllaznive të motrave, domethënë kum dash një opinion prej tyne, sepse fëmijët mendoj që janë shumë të sinqert edhe ta japin një vizion edhe e merr një sinjal pozitiv apo negativ për këngën se si do të ecë. Edhe më thonë të drejtën që reagimet e tyne gjithmonë më kanë dalë shumë të sakta. Po pa tjetër që Korabi ka qenë një ndër të parë, sepse edhe është marrë me muzikë, masi u rrit dhe filloj me aktivitetin e tij. Tani ata ndodhen në Amerikë si vajza edhe djali Korabi prej kohësh tashmë është andi. Ka 3 vite atje. Ka 3 vite. Si ndihesh me mungesën e tyre? Jeni mësuar? Me të thonë të drejtën jemi mësuar me zor, sepse nuk ka prind që nuk e përballon formën si që përballoj unë. Do më thonë është nevojë me I pa, me I asi. Do më thonë I ka 3 vjetë Korabi, e Dona ka 12 vite që është martu atje, ka një djalë, po ajo ka lëviz, dërsa Korabi është ende atje, është në pritje të dokumentave dhe nuk ka mujt me lëviz hala. Po është sistemu mirë, është u marrë me muzikë atje, edhe dita ditës po stabilizohet në Amerikë. Ju si prindër bashkë me Valbonin e keni pasur dëshirën që ata të iknin në Amerikë? Ndoshta e Dona ka më shumë kohë, po flas për Korabin. Si jeni ndier momentin që erdhi vendimi që të largohej? Sidomos ti që e ke pas shumë. Me thonë të drejtën jo mirë, jo këndshëm, sepse nuk kam dashur me qenë pengesë. Po me pas qenë në Evropë kisha qenë shumë ma lehtë kisha pas, sepse është shumë ma afër, për 1 orë 2 je në Kosovë, ndërsa Amerika është shumë e largët, po megjithatë zgjedhjet ka qenë personale tyne, e Korabit edhe zojës tij e Genës, edhe fëmijët ashtu, do më thonë, kanë qenë ata në Kosovë, kanë qenë, po kanë bo një jetë si me qenë në Amerike, kanë pas si andër të tyne. Edhe shqyqër Zotit është realizua jo tyne dhe dan nga dalë po ja dalin atje po stabilizohet. A keni shkuar ju në këto 3 vite në Amerikë? Unë nuk kom qenë në Amerikë, sepse pres si vjetë që të marrë vizën, sepse kom pas një ndalesë dhe pres që të te kaloj. Kujt janë ndjen mungesën më shumë, Xeni? Ti ke dhe mbesat e vogla. I kom 2 mbesat. 2 mbesat. Atyre 2-jave, po sa që është asaj të vogle, sepse ka shku në mvosh shumë më të vogla, ajo pak ka fol, shqip më nëzi ka fol, po edhe anglisht ka fol, sepse në para shkollore pa të mësu, ajo fëmija është sa më I vogël, emocioni është më I madh, se këta kur fillojnë me u rrit pak, emocioni kalon në fazë tjetër. Ndërsa këta të vegjlit arja mungon më shumë. Mos të midhnohet Noa nëse ndëgjon intervistën. Është pak më e madhe, besoj që mirë kupton pak. Me siguri. A flisni, a komunikoni shpesh, tashmë mundësia e telefonit çdo ditë, fal Zotit edhe rrjeteve sociale na shifemi çdo ditë, veç që s'përqafohemi edhe që s'takohemi kështu fizikisht. Po nuk ka ditë që nuk dëgjohem, normalisht duke përshtat orarin, sepse atje është tashti ora 12 dikun, do më thonë. Po unë shpesh mas aktivitete muzikore më bjen tamon kur e kryu aktivitetin muzikore dëgjohem me Korabin. Po, është e orari natës, po, atje është ma përshtatshme, se kur është 3 këtu, atje është 9, do më thonë, atër komunikojmë ma lirshëm, ma bisedojmë që shkalove, shkabone. Kështu që e ke më të letë. E Dona, ndërkohë, vjen më shpesh, kanë përshtypjem të që edhe aktualisht është në Shqipëri. Është që një muj këtu, edhe ka shku me pushime është në Dërmi, ka shku për 4 dit, ka shku me vajzën e vllaut, edhe na e kalon djalin neve, une me valen po kujdesin. Sa vjeç është nipi? Djali është 6 vjeç, edhe po shijojmë tamam nipin neve, edhe jemi bo prindër të dytë edhe po shijojmë këtë javë Ledionin, nuk knaqen me ta. Si e si gjysh? Si e si gjysh, si e laston, a jeti e përkëdhel më shumë sa duhet? Aqë sa duhet. Mundoha me majt një, mos me lasdru që thojnë shumë, mos me lastu shumë, po jo, është shumë I dashtun, edhe është një fëmijë I cili nuk më ka bo vaki që si ti hap sytë,
me armët për qafë, si çdo fëmijë që qohet me mrola ma të derisa të këthillet, derisa të disponohet. Ajo është automatikisht si ti hap sytë është me njëherë në qafë. E posaçërisht me mua, sepse ka pa në televizion edhe ka një emocion tjetër edhe kur vishem për me dalë edhe më këqyrë nga kambët edhe atje se ka aq i vogël është edhe ka në qef e ka veshjen. Do më thonë, a i qohet edhe këqyret vetë në pasqyre dhe veshet me shumë kujdes. Ti në gjanë e donës? I dojnë në gjanë e dhondrit, burrit e donës, as drenit, edhe më ka si me thonë si idol, do më thonë, mam, du më vesh si gjyshi, se më ka pa në skenë. Bukur, shumë bukur. Ti ke tre fëmijë, 2 djemë edhe një vajzë. Kush të ngjan më shumë nga të tre? Edona. Edona të ngjan. Edona edhe Ledioni. Nëse mendon si figurë. Po, edhe karakter. Edhe si karakter, Edona me Ledionin më përgjojnë ma shumë. Korabi është ma ka gruaja. Gruaja. Po. Edhe si figurë dhe si karakter është ai. Po Ledioni ta ka marrë talentin, se nëse Korabin e kemi vërtetuar që... Jo, Ledionin nuk e... Alo, se kum provu, 17 vjet i ka po ka talent për diçka tjetër. Tash është kyqë në rrjetet sociale, Ledionin TikTok, merret, është në shkollë, në kolegjën, si vjet do t'jetë maturant, dhe merret me indimon shoqës me menaxhimin edhe shumë punë të restoranit Zeni Imperial që kemi në Gjakovë. Kështu që është direkt në punë, e ka filluar atë procesin e punës. është vetë, jo që e kemi futne, po është tip, është natyrë cila e don angazhimin, e përjeton edhe ndjen kënaqësi. Sa e vështirë ka qenë për ju si prindër të kaloni atë periudhën e adoleshencës me Ledionin, se disi e kishit harruar ndoshta nga Edona dhe nga Korabi? Ledioni ka lind pas 17 viteve pauzë. Edhe ka qenë pak një shkputje gogja e gjatë edhe urrit edhe filloj, po ka qenë periudhën e adoleshencës e kalu me të thonë drejtën shumë mirë. është i arsyeshëm, është tip më i pjekun se ç'duhet për moshën që ka, se shokët e vet e shoh e vrej, edhe deri me tani mirë shumë. Po ka lehtësuar. Mirë shumë, nuk kem pas ndonjë problem. E merr me vete në për evente që mund të kesh, apo sa arrin të ndihmoj apo është më shumë? Jo, në atë drejtim ai e kom pa që e ka një ndrojtje me nënë që po më pengon a dyqysh, a di në thëmë, hajte, jo e thot babi, jo, ku ta di, po ta shofim ta shemas, vërsoj që do ta angazhoj ma shumë. Kam përshtypjen që dhe ai e pa të lirin për të zgjedhur ai si po, edhe me këtë që po merret me TikTok e me këto rrjetet sociale, se unë pak jam i kyçen, edhe ndoshta në të ardhmen do ta kem edhe nevojë, sepse dihet sot roli i rrjeteve sociale që ta kem me veten e për aktivitete të ndryshme që të bëj këto punë për të qëndruar kohës, për të qëndruar kohës. Dhe meqense jemi këtu, ti ke, unë e thash në fillim, 4 dekada që merresh me muzikë. Çfarë mendon se ka bërë që ti rezistosh çdo lloj kohe, Xeni, edhe që njerëzit ta duan muzikën, ti përket muzikës popullore kryesisht, po ke lëvruar gjithmonë edhe çdo projekt është pëlqyer. Çfarë është ajo që e bën një artist të rezistoj kohës? Unë falenderoj mas pari Zotin që më ka dhënë zanin. Pastaj gjithë falenderimi i takon punës, pasionit, dashunisë për këngë. Muzikës bukur të shqiptare që kem pas disa lloje trevave, do më thonë një laramani të hatashme që rrallë kush në Ballkan këtu, ose e ka këtë, do më thonë një muzikë e cila dallon jugu prej veriut, Shqipnia mesme prej Kosovës, prej Tetovës, prej Malit Zi, do më thonë, një laramani shumë e madhe që për dashamirësit e mirëfill të këngës shqipe ka qenë një hapësinë shumë e madhe që t'i kultivojnë ato këngë të cilat në i kalon për para amanet, e prej atyre motiveve që i kem pas, pse jo të bëjmë edhe këngë të reja, si që kom bëjmë unë edhe shumë kolegë të mitë edhe në Kosovë edhe në Shqipni, do më thonë të marri motiv nga tradita tona që i kemi pas. Kemi kalu periudat të ndryshme, unë me gjithë kolegët e mi, po sërqish neve që kemi qenë në okupim, pastaj ndodhi vitin 19, mbyllja radio televizionit Prishtinës, ajo që rregulloi çdo gjë, do më thonë, sepse muzika edhe aktiviteti kulturor, artistik e shoqëror metin dur të individëve, sepse gjitha institucionet i morën serbt.
aty ka ndodhë atër thymjet në muzikë, po me të thonë të drejten, unë jam mundu vazhdimisht me që qëndru besnik, pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhë në shoqëni, në muzikë, në përgjithësi, jam mundu që t'jem besnik edhe për zgjedhja këngëve, Laramania në repertuarin tim, do më thonë, si këngë Kosovës, Shqipnisë mesme, Jugun nga pak, Shkodrën po se po, pastaj këngë të reja të komponunet cilat kanë qenë si Kalaja Olqinit, Rrushja, Çobanesha, pastaj ma vonë këngë bashkëpunimet me Fatmir Lelen që i kom pas, e shumë këngë që i kemi marrë nga Muslim Lela, nga familja ti, kjo mendoj që përmbledhat qëndrueshmërinë time që përmendet që 40 vite, do më thonë, kjo laramania dhe kjo kujdes ndaj këtyre këngëve, kjo dashuni ka qenë ajo e cila më ka bë me qenë në skenë deri me ta. Edhe si që thënë fakt besnik edhe i miqve, i njerëzve me cilët ke bashkëpunuar. Vllaznimi është një prej tyre me cilën ti ke bashkëpunuar. Me vllaznimin e kem fillu edhe thuja se gati po marrohem bashkë, bashkëpunimet bashkë, nuk flitet për aktivitetet pa fund, po dhe këngët që i ka bo, këngët e para që i ka bo vllaznimi, i ka bo shumë këngë. Një ndërto po i vjen era Karanfilit, Krushit e Lirisë, shumë këngë të tjera. Është shumë bukur kur shem marrëdhënie të tilla, të cilat sidomos kur është puna në mes, mbahen edhe kur vitet kalojnë. Ta dëgjojmë pak se çfarë do të thotë vllaznimi për ty, se ka një video mesazh. Faleminderit. E ndjekim. Mirëmbrëma, përshëndetje nga unë Vllaznim Bogjovi. Përshëndesim televizionin Vizionin Plus të Tiranës, shfrytëzarashtin të përshëndes të Shqipërinë. Mësafirin që keni aty në studio, Shëllxhen e Tishin, është një miku im, shoku im, bashkëpunëtor im, bashkëpunëtor im i përjetshëm. Do të thotë me Shëllxhen e Tishin një jetë tonë kemi së bashku. Zëri i Shëllxhen e Tishit është i fuqishëm, melankolik edhe i pastër se loti, që do të thotë ku dëgjohet kënga bukur shqipe, ku lëshohet një këngë bukur shqipe, aty e ke këngën e Shëllxhen e Tishit. Shëllxhen e Tishin e kemi me këngën gjithë shqiptarët, gjitha treva shqiptare gjatë jetës ti i ka mbëllu me këngë jug, veri, mes, Kosovë, çdo këngë që ka ekzistu shqiptare, Shëllxhen e Tishin gjatë jetës ti e ka përmbledh, e ka vëndu me mënyrën e vetë, me formën e vetë unikate që e ka shumë të bukur, shumë të pasër. I uroj shëndet edhe sa ma shumë këngë që nga bjerë Shëllxhen Tishi në repertoar. Se sa ma shumë këngë nga Zeni, do tjetë edhe muzika, edhe kënga do tjetë ma begatme edhe ma e fuqishme në trojet tona. Natën e mirë, përshëndetje. Më bukur, nuk mund ta përshkruante. Faleminderit shumë. Po, është faleminderit për e vllaznimit, po janë fjalë të cilat i burojnë nga sinceriteti, nga shpirti, sepse i kemi 45 vite më tepër, sepse me vllaznimin jemi edhe komshi. Ball për ball i kemi shtëpiat, kemi fillu bashkë, ai është 2 vjet më i vjetër se unë, kështu që një jetë tonë së bashku. Bashkë kemi qu, bashkë kemi zgju, bashkë kemi hy për pjetë, bashkë kemi ra të poshtë, do më thonë, s'ki ku e qonë njëni tjetërin ma afër se kemi qenë ne. Është pak rasti rrallë, me të thonë të drejten, sepse jemi 4 shokë të cilët kem qenë që 20 e sa vite. Une, vllaznimi, Zenel Doli, kolegu im, edhe Hyli Sybyci. Pastaj kemi edhe shokë të tjerë të cilët kanë rrugtu me ne, minimumi ka 7-8 vite që kanë qenë, klarinetistat, violinistat, si Zen Doli, Recep Naka, Hazir Berisha, e shumë muzicient të tjerë, po ne të 4 kemi qenë që 23-4 vite së bashku. Shumë bukur, thash është shembull, sidomos në këtë periudhën që jetojmë, të tregosh se si ka rezistuar kohës kjo miqësia juaj që ka shkuar për te, pra ka qenë edhe jo vetëm bashkëpunim si shtu aty, po keni kaluar shumë bashkë. Ti arrin t'i balancosh si bashkëpunimet me ata të cilët i ke prej një jete, edhe me të rinjt, me Gentianin, me cilin ti ke bashkëpunuar kohët e fundit, dhe ke, si thua, është bashkëshoqërues, është një prej atyre personave me cilin e kemi parë që ke pas aktivitetet. E pata me Gentianin kom pas aktivitetet edhe ma përpara, po jo aq të ngjeshur si kur tani me këngën Daja që e realizum së bashku. Gentianin propozoj që të bojmë një bashkëpunim bashkë, tash okej Gentian, po cila është kanga, edhe kur solli tekstin me thonë të drejtë më duk si teme pa prekur. Daja me Nipin,
edhe pranova dhe dul një realizim shumë i bukur, një këngë shumë i bukur, po veçanta kësaj, sepse takova një djalë shumë me kulturë, shumë të ndershëm, shumë të sinqert, kërkues, dhe shkoj e ka marrë këngën që projektin që e kemi ba, që nga fillimi deri në fund Gentiani është marrë me ta. Dhe më thonë një djalë që më ofroi një respekt të veçantë që më bani shumë borxhli për to dhe e falenderoj dhe i dëshiroj gjitha të mirat dhe suksese në karrierë. Edhe ai ka një video mesazh për ty. Po, faleminderit. Kështu që e dëgjojmë edhe Gentiani me cilin ti e ke patur atë bashkëpunim. Pije, hajt një gotë rakije, për çiftin e rije. Pas kam su kongën. Ta qëni do rije. Pije djalo, pije, hajt një gotë rakije. Përshëndetje Vision Plus, përshëndetje Brikena, përshëndetje ikona muzikës shqipe, miku im Shkelzen Jetishi. Jo me kot e fillova këtë video me këngën e rit Zenit, për mi tregu Zenit që na ka mbetë në kokë secilit kjo melodi e bukur dhe do të jetë një hit i garantuar padyshim. Unë dhe Zeni rreth 4 muaj më parë e sollëm së bashku një duet, një këngë që i kushtohet Dajës, ku në këtë rast unë isha Nipi edhe Zeni Daja, një këngë që u pëlqy tepër, por veçanta kësaj këngë për karrierën time është që do të mbetet në histori të karrierës time, për vetë faktin që Zeni është një thesar i çmueshëm i muzikës shqipe, jo vetëm unë, po secili këngëtar i ri, Kosovë, Shqipëri e kudo tjetër, kemi mësuar shumë prej Zenit, kemi mësuar si duhet sillet në skenë, si duhet këndohet, si duhet jetë repertuari i bukur i këngëve të mirëfillta shqipe e shumë çka tjetër. Kështu që për gjitha këto që i ka bo për muzikën e bukur shqipe, unë Zeni dua ta falenderoj përzemërsisht në emër të gjithëve. Zeni ka një energji të paparë. Jam njohur shumë vite më parë me Zenin, por kënga e fundit na ka lidhur bashkë më tepër, edhe nuk ka ditë që nuk dëgjohemi në telefon për projekte të ndryshme, projekte të Zenit, projekte të mia, mendime të ndryshme, edhe energjinë që kom pa të Zeni nuk e kom pa askon. Kështu që dua t'i uroj shëndet, t'i them të vazhdon me këtë energji që ka pas gjatë gjithë karrierës tij, edhe për fund t'i them që je nishi. Ju përshëndes gjithëve aty, ju uroj pasdite të këndshme juve dhe gjithë shikuesve të Vision Plusit. Falenderojmë shumë Gentianin për këtë video. Faleminderit shumë Gentian për fjalët. Ne këto video mesazhe Zeni shpeshherë i sjellim tek publiku sepse tregojnë shumë për personazhin që kemi përballë. Dhe ai bashkëpunimi i gjatë që ti ke patur me vllaznimin tregon shumë për njeriu që ti je, siç edhe këto bashkëpunime me të rinj të cilëve ti ke dhënë mbështetje, siç e shprehu dhe Gentiani. Unë dua të të falenderoj shumë që ishe sot në Vizionin e Pasdites, uroj që realisht çdo këngë që ti ke sjell të kthehet si gjithmonë në jetë. Vlerësoj shumë që ishe. Faleminderit shumë. Edhe unë pata kënaqësinë që t'jem në emisionin tuaj. Edhe njerë përshëndetje juve, shëndet, edhe gjithë ata që po na shikojnë, dëshiroj që sa do pak kënga ime që kam sjell tani sfundi me këta artist, me këta bashkëpunëtor që pata, tjetë dhe të sjell në familjet tuaja sa ma shumë dashuni, gëzime dhe shëndet. Jam e sigurt që ashtu do jetë. Të uroj sa më shumë projekte të suksesshme muzikore. Shumë faleminderit. Shumë që ishte këtu. Faleminderit shumë. Ne do të shkëputemi për publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak me pjesën e fundit.